Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka rrëzuar kërkesën e Ilir Metës për zbutjen e masës së sigurisë. Ish presidenti dhe aktualisht kreu i Partisë së Lirisë do të vazhdojë të qëndrojë në arrest me burg, ndërsa ndaj tij vijnë hetimet për disa vepra të rënda penale. Në seancën gjyqësore, Meta u paraqit përmes avokatit të tij duke argumentuar se statusi i tij si kryetari i partisë së dytë më të madhe opozitare në vend duhet të ishte një arsye mjaftueshme për një masë më të butë sigurie. Por truva gjyqësore hodhi poshtë këtë pretendim duke u shprehur se nuk ekzistojnë kushtet për ndryshimin e masës aktuale. Avokati i Metës deklaroi për mediat se arrestimi i klientit të tij është tërësisht motivuar politikisht dhe përbën një goditje ndaj opozitës. Sipas tij, akuzat e ngritura nga prokuroria e posaçme nuk mbështeten në prova të forta dhe ndjekin një skenar të dirigjuar politikisht. Shiko, karta që është janë përdorur gjitha nga ish bashkëshortja e zotit Meta. Zoti Meta nuk ka dieni dhe s'ka përdorur kur karta në jetën e tij dhe nuk ka asnjë lloj dienie për çfarë ka ndodhur me zonjën Kryemadhi. Janë dy entitete të ndryshme, janë të dy politikan, ish politikan apo deputet të parlamentit, kështu që secili në një vend demokratik mban përgjegjësi për veten e vet. Kështu na ka mësuar dhe kryeministri në daljet e tij. Ndërkohë, SPA ka marrë pandehur dhe bashkëshorten e Metës, Monika Kryemadhi, e cila përballet me të njëjtat akuza: pasrim parash, korrupsion dhe mosdeklarim pasurie. Për shkak të volumit të çështjes dhe elementeve të rinj që kanë dalë gjatë hetimit, prokuroria e posaçme ka vendosur të zgjasë afatin e hetimit dhe me 3 muaj të tjerë. Procesi gjyqësor ndaj çiftit Meta Kryemadhi pritet të jetë një nga më të ndjekurit e viteve të fundit, ndërsa zhvillimet e ardhshme do të mbeten në fokus të opinionit publik dhe të arenës politike në vend.